Në ndërkohë, je duke punuar në ndonjë këngë tjetër? Po, e cila do t'jetë surprizë. Surprizë tjetër. Nuk e di mas për tematikën as kur gja nuk do të flasim? Jo. Mirë, besoj për fund vit do t'jetë. Po. Sepse jemi shumë afër fund vitit edhe Eliza gjithmonë thirr këngë të reja për fund vit. Megjithëse unë e dalloj Elizën Sarvia në emision sa rritësh, sa avancon çdo herë më shumë. Më kanë vetë edhe pak kohë kur ti do të kalosh edhe në muzikë për të rritën, sepse sa vjet je tash? 12. 12, domethënë edhe pak vite dhe besoj do të përcaktohesh edhe në çfarë zhandri të pëlqen me bë muzikë kur të rritesh? Zbavitse. Zbavitse. A ki kështu në kokën tënde ndonjë idol që thu, okay, do mundohem ta ndjek rrugën e këtij këngëtari? Dua Lipa. Dua Lipën, Dua Lipën. Kush se ka idol Dua Lipën? Edhe unë që s'kam za, e kam idol Dua Lipën. Unë shpresoj që ta mrish hapat edhe ta kalosh, pse jo komplet suksesin e Dua Lipës në mbar kombëtar, edhe me prezantu jo veç Rushën e Ravesit, po komplet Kosovën me talentin tënd.